Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit shkurt edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme, tema për dashurinë, por dhe të vitit 2026. Atëherë, fillojmë në lidhje me muajt, si do jetë ky muaj për shenjën tuaj, si do ndikoj dielli që do jetë në shenjën e Ujorit, por edhe Marsi që do jetë përsëri në Ujor. Për ju do ketë lidhje më tepër me vlerën tuaj të punës, me sigurinë tuaj. Është një muaj ku ju do jeni më të motivuar për të rritur të ardhurat tuaja, për të përmirësuar situatën tuaj financiare, por ndërkohë do keni dhe mundësi të reja profesionale, por edhe me propozime, me projekte, me punë shtesë, me punë të pavarur, me bizneset vogla për pjesën tjetër. Gjithsesi, ju do keni gjatë këtij muaji do keni aftësitë tuaja udhëheqëse. Ju njiheni gjithashtu gjatë këtij muaji, kështu që është e mundur që t'ju besohet një rol shumë i rëndësishëm te vendi i punës, ose një projekt, një bashkëpunim ose diçka tjetër. Ose ju mund të rrisni dhe pagën tuaj, pagesën që ju mund të keni. Gjithsesi do rriten shpenzimet, është një muaj që do ketë edhe vërtet do t'ju rriten të ardhurat, por do t'ju rriten dhe shpenzimet dhe detyrimet që ju mund të keni. Është një muaj sepse kemi Marsin aty dhe ju do t'ju bëj pak impulsiv në lidhje me shpenzimet, ndoshta ju mund të bleni dhe gjëra që nuk ju nevojiten dhe aty do pyesni veten më mbrapa nëse ishte e nevojshme ta bënit një blerje ose jo. Është një muaj ku ju ndoshta do jeni më të vendosur edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja financiare, do keni një energji të jashtëzakonshme, por do keni edhe negociata dhe marrëveshje shumë të mira, që do t'ju japin edhe do keni edhe çmime të mira në lidhje me marrëveshjet që ju do bëni. Thjesht është një muaj që duhet të mbroni vlerën tuaj. Ky tranzit do t'ju sjellë më tepër edhe atë ndjenjën e vetvlerësimit. Është një muaj ku ju do filloni të vetvlerësoni veten tuaj. Çfarë meritoni ju, çfarë konsideroni të vlefshme. Gjithsesi Marsi do t'ju mbrojë aty dhe ju do besoni në vlerat që ju keni, do ndjeni të respektuar, do ndjeni të shpërblyer, jo vetëm nga ana financiare, por edhe nga ana morale. Gjithsesi kjo është diçka pozitive në lidhje me ju. Do keni përfitime gjatë këtij muaji, do punoni shumë, duhet keni kujdes tam në lidhje me anën tuaj financiare, sepse aty mund të keni shumë shpenzime, por do keni dhe burime dhe një ndjenjë të madhe sigurie në lidhje me gjithçka. Atëherë shohim se çfarë na thot taroti në lidhje me shenjën tuaj. Dhe fillojmë në lidhje me javën e parë. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit dhe energjinë e shenjës së Ujorit. Ju mund të keni hënë ose ascendente në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që largoheni nga diçka për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ju mund të largoheni ndoshta nga gjëra që ju kanë shtëruar deri tani, mund të flasim në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, ose ju largoheni nga çështje dhe situata të ndryshme, duke i lënë mbrapa dhe duke marrë një drejtim më të mirë për veten, duke bërë një fillim të ri. Keni kaluar shumë vështirësi, shumë probleme dhe këto mund të keni kaluar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe ju shoh që do t'rregojeni shumë të kujdesshëm. Do largoheni nga diçka dhe do t'rregojeni shumë të kujdesshëm duke lënë mbrapa gjithçka, ju shoh. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën. Ndoshta ju keni kaluar një punë të lodhshme, ka ardhur momenti, është drejt mbylljes kjo situatë,
mund të mbyllni një projekt, një bashkëpunim që ju ka lodhur, dhe do të rregojeni të kujdesshëm ndoshta në një fillim të ri, në një projekt të ri, një bashkëpunim të ri. Por këtë mund ta merrni edhe në çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni, që keni arritur në një farë lodhje ku ju do filloni, është afër fundit më saktë, jo se do filloni të jepni fund, por është afër fundit. Dhe unë shoh realizime, ju harrini të realizoni diçka në lidhje me dashurinë, me njohje. Ndoshta ju arrini të realizoni një takim me një person, realizoni diçka në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja me fëmijët tuaj, në lidhje me një projekt, me një bashkëpunim, ose edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që keni. Dhe vazhdojmë me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të zjarit. Në fillim të javës, ju shoh edhe pse në fund të javës parë ju harrini të realizoni ndoshta një takim me një person ose diçka tjetër, ju ose të realizoni diçka në shtëpinë tuaj, në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj. Në fillim të javës së dytë ju shoh që do ndjeni shumë konfuz. Sigur nuk do të jepni dot zgjedhje situatave. Dhe situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jetë një situatë në dashuri ku ju dëshironi të mbroni veten tuaj, dhe sikur keni ngritur mure mbrojtëse. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje në lidhje me punën tuaj, me karrierën, me bashkëpunime ose partneritete të ndryshme. Por shoh edhe në lidhje me negociatat që do keni. Gjithsesi, në mes të javës, shoh që një person ka emocione në lidhje me ju. Ju ndoshta përballeni me disa pengesa në lidhje me këtë person, por harrini t'ja dilni edhe pse do keni pengesa në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet, por dhe me marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që ju çliroheni nga këto situata konfuze, nga një mbrojtje që keni filluar t'i vini vetes, ose ju shëmni këto muret mbrojtëse, dhe ju shoh që çliroheni, do jeni ju shoh që edhe nga ana shpirtërore do ndjeni më mirë, por ndërkohë do keni dhe lajme të mira në lidhje me gjithçka. Atëherë vazhdojmë në lidhje me javën e dytë dhe shoh që ju do përballeni me disa pengesa, mund të jenë pengesa në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por gjithsesi ju ja dilni. Ju shoh që do jeni shumë luftarak deri në fund të javës së dytë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi, shoh një komunikim, do keni një komunikim shumë të shpeshtë në rrjetet sociale, mund të keni njohje të reja, ose ju mund të flertoni në rrjetet sociale. Dhe deri në fund të javës shoh një fillim të ri, ndoshta në lidhje me personat që ju do keni njohje nëpërmjet internetit. Për pjesën tjetër shoh që do keni lajme të shpejta, do keni udhëtime, por ndërkohë ju shoh që do përfitoni nga këto lajme dhe do harrini që të shfrytëzoni atë momentin që ju të merrni këto lajme dhe t'i çoni gjërat para. Për një pjesë tjetër ju shoh që mund të jeni duke aplikuar nëpërmjet internetit për vende pune, me emailë ose diçka tjetër. Gjithsesi, ju shoh edhe në udhëtime në fillim të javës, por dhe në mesin e javës. Mund të jenë udhëtime të shkurtra, por dhe udhëtime të gjata. Ndërsa për pjesën tjetër në mes në javës shoh që do keni lajme të mira, do t'i merrni nga interneti. Ndoshta për një pjesë prej jush mund të jeni dhe duke punuar aty. Për pjesën tjetër shoh që ju mund të merrni një lajm në lidhje me një udhëtim, ndoshta një email ose diçka tjetër, dhe ju shoh në udhëtime në lidhje me një fillim të ri. Mund të jetë fillimi një pune të re, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një partneritet, një bashkëpunim, por shoh që një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira, ose mund të jetë edhe një biznes i ri. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e
4. Atëherë në javën e 4 kemi të bëjmë me energjitë shenjës së luanit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Shoh që në fillim të javës së parë do ndjeni shumë të lumtur, të katërt do ndjeni shumë të lumtur dhe shoh një person që është një njohje e re, ndoshta për një pjesë prej jush mund të jetë kjo njohje nëpërmjet internetit, ju e bëni këtë fillim të ri deri në fund të javës dhe javës së tretë. Dhe në javën e 4 ju shoh që do ndjeni shumë të lumtur, do keni sharm, do keni shkëlqim. Dhe drejt jush ose përballë jush është një person që ka vërtet emocione. Por deri në fund të javës ju shoh që ju do ndjeni të lodhur, mund të ndjeni mungesë në një dashurie për një pjesë prej jush. Mund të jeni sepse shoh një pjesë prej jush mund të shohë gjërat pak më qartë në lidhje me njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet. Kjo ju çliron nga ana shpirtërore, por në fund të javës mund të ndjeni mungesën e një personi, të një dashurie. Mund të ndjeni mungesë parash për një pjesë tjetër, edhe pse këto fillime ekonomike do t'i bëni, por ndoshta ju do bëni shumë shpenzime ose shpenzimet tuaja do jenë të pakontrolluara dhe ju do arrini të ngeleni me pak para nëpër duar. Është një muaj që duhet keni kujdes në lidhje me shpenzimet që do bëni. Ndërsa për një pjesë tjetër i shoh shumë të lodhur fizikisht, ndoshta ju mund të jeni të lodhur nga puna juaj ose diçka tjetër, ose situata dhe çështje të ndryshme që ju kanë lodhur. Ndërsa për një pjesë tjetër duhet keni kujdes në lidhje me anën tuaj shëndetësore. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ka ulje ngritjet e veta, por në përgjithësi është muaj shumë i mirë në lidhje me ju. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe mesazhi nga angjëjt ju thotë një lidhje e ngushtë. Për gjithë ata që janë në një njohje ose në një lidhje me këtë person, keni një lidhje shumë të ngushtë. Peshojni me kujdes ose mendojni me kujdes gjërat para se të merrni një vendim. Dhe ju uron një shëndet sa më të mirë. Kjo ka lidhje jo vetëm në lidhje me dashurin, ka lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në çfarë do lloj situate që të jeni, ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me partneritete, me bashkëpunime, por ka lidhje edhe me fëmijët tuaj. Ju mund të krijoni një lidhje të ngushtë dhe me fëmijët tuaj. Por edhe me partneritete të ndryshme që do keni gjatë këtij muaji. Gjithsesi është një mesazh fantastik dhe shumë domethënës edhe në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni përsëri dhe videot e kaluara, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026, sepse aty shtrihet i gjithë viti, por dhe video me tema të ndryshme, tema për dashurinë në këtë kanal. Atëherë ju uroj një fundjavë sa më të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.